Përshëndetje miq, rikthehemi me podcastet e Blokonomi në këtë edicion ton të pestin. Tani podcastet tona nuk do të jenë vetëm të fokusuara tek sipërmarrësit e renditur në 40, por do të jenë gjithashtu edhe tek sipërmarrësit të cilët janë të nominuar edhe në iniciativën tonë më të re, të cilët është 15/15 ose 50/50. Këto podcaste do të xhirohen çdo javë në kanalin ton Blokonomi Albania në YouTube, kështu që ju them që të na bëni subscribe në kanalet tona të komunikimit. Sot në podcast kemi një sipërmarrëse e cila është e nominuar në 14 Under 14 sipërmarrë edicioni jon i 5 dhe vjen nga një fushë shumë interesante, ajo e drejtësisë. Kam kënaqësinë të kem sot në podcast Xhevria Koka, themeluese e zyrës së avokatisë Koka. Përshëndetje dhe faleminderit që na pranove ftesën të bashkohesh sot në këtë podcast. Përshëndetje Drejna, faleminderit edhe ju për ftesën. Është kënaqësi më e madhe për mua. Kënaqësia është e gjitha e jona, ne do mësojmë shumë për rrugtimin tonë në biznes, kush është Xhevria, si e nisi, vizionin e saj afatgjatë, edhe do kthehemi dhe shumë pas në kohë, atëherë kur ti ke qenë relativisht shumë më e re. Për atë që të shohin për herë të parë si figurë publike edhe të dëgjojnë për herë të parë rrugtimin tënd. Kur ishte ai momenti që ti morë vendimin, unë përveç si një avokate shumë e mirë nga salla e gjyqeve dua të futem në një fushën e sipërmarrjes. Në fakt ka qenë diçka një vendim goxha i vështirë për mua le premi, sepse të jesh një avokate do thotë që ti po studion ligjin, po studion dosje, po merresh me çështje në gjykat. Ndërsa në fushën e sipërmarrësisht më thuaj që ta shikoja në mënyrë më strategjike atë. Do shikoja vizorin e faqat, do shikoja pjesën e kliente, pjesën e stafit dhe shumë gjëra ndryshe, domethënë që duhet të bëja për. Po, ka punuar Xhevria 95 gjatë kohës, kohë më përpara apo ti ke hyrë direkt në biznes? Pra studiove avokati dhe u zgjove te nesër në mëngjes unë do regjistroj biznesin tim. Ja, unë pas shumë kohësh, do të thënë pas shumë viteve që kam punuar në institucione të ndryshme dhe bashkëpunimeve që kam patur me partnerë ndërkombëtar. Me do që erdhi momenti që edhe unë të krijoja një hapësirë time, një zyrë time ku të kisha të prisa kliente, të ndiqja në drejtime që të kisha. Ke qenë vetëm në këtë rrugtim, Gjeni? E vetëm kam qenë. E kam nisur e vetëm, domethënë. Saqë ndonjëherë thoja që u lodha, më duhet të bëja avokate, më duhet të bëja financiere, më duhet të bëja ndonjëherë dhe psikologe në disa raste, por që kur shikoj zyrën time të konsoliduar në këtë ditë ku jemi sot, jam shumë e lumtur dhe kam kaluar goxha vështirësi. Në këto vite që ti ke punuar dhe për të tjerët dhe ke hapur po edhe zyrën tënde të avokatisë, ka pasur ndonjë mentor? Jam shumë e sigurt që diferenca jonë në brez është shumë e vogël. Ne në brezi jonë thotë që shiko. Koncepti i mentorit nuk është se ka ekzistuar gjithmonë. Ne kemi pasur ato mentor pa dashje, pra një person i cili ka qenë në rrugtimin ton profesional dhe ne kemi mësuar në mënyrë indirekte nga ai. Ka pasur për ty një mentor në këtë rrugtim? Në fakt nuk është se ka patur, më saktësisht do me thënë, por që kam ndjekur goxha trajning të vazhdueshëm nga mentor shumë të njohur në Shqipëri edhe jashtë. Edhe mendoj që është shumë e rëndësishme dhe pjesa e mentorimit. Mendoj që avokatët që kanë më shumë eksperiencë të mentoroj të rinjt që të ecin përpara, të marrin hapin e tyre, të kenë mundësinë për të krijuar diçka të tjera. Nuk e kam patur, por që kam shumë dëshirë që unë të jem mentor për dikën tjetër. Kam shumë besim në energji që juristët e rinj mund ta ofrojnë, domethënë. Dhe kjo e ndërtuar me njëra tjetrën mund të bëjnë që të jetë më efikase si gjë. Ka një legjendë urbane aty jashtë në treg që thuhet se industrisë si ndërtimi, arkitektura dhe avokatia janë të dizenjuar për meshkujt me kostume. Edhe ti je tani më në këtë industri. Si e shikon ti, je femër dhe të bësh biznes në një industri e cila është dominuar nga meshkujt apo nga gjinja mashkullore? Ka hasur ndonjë vështirësi gjinore aty jashtë? Patjetër, edhe pse nuk dëgjoj, domethënë, sado një femër është shumë e paraqituar. Sado që nuk e gjojmë në shumë raste, ndihet kjo gjë tashmë. Kam shumë besim te kesa e grave të sipërmarrëse dhe është diçka e jashtëzakonshme që gratë të marrin të ndërmarrin hapa të mëdha në jetën e tyre dhe të nisin biznesin e tyre. Ti kthejnë pak biznesit. Zyra e avokatisë Koka. Po. Kush është gama e shërbimeve? Pra për këtë doshë aty jashtë ka nevojë për një avokat. Ju ofroni vetëm shërbime avokatie, po ka edhe gamë të tjerë produkte, shërbime që ofron zyra juaj. Përveç shërbimeve klasike që ofron zyra si ato civile, penale, administrative, zyra jonë ofron një gamë shumë të gjerë në lidhje me migracionin.
Ne kemi lënë shërbimesh në lidhje me aplikimet e viza në të gjithë botën, viza studimi, viza pune, bashkime familjare dhe kemi krijuar një urë shumë të suksesshme vitet e fundit në këtë fushë të kategori. Zyra është e fokusuar në Tiranë besoj apo jo? Po në Tiranë. Po shërbimet janë Në Tiranë dhe së shpejti do të jetë edhe në Angli, duke qenë se jam licencuar je licencuar dhe në Angli. në fushën e migrasë. Për këdo që është interesuar për këtë, duhet të drejtohet ty se si është thjesht një avokate e licencuar në një shtetë siç është Anglia? Sa e vështirë është, a është Është goxha e vështirë, të them të drejtën, sepse më duhet që të udhëtoj shumë shpesh sepse janë çështje sidomos në Angli që migracioni duhet të ndiqet nga afër, janë çështje të azilit dhe çështje ekstreme të ndërlikuara. Nuk e kam këto mundësi, nuk e kam approach unë, duke qenë se kam një djalë të vogël dhe më duhet që të jem këtu në Shqipëri për momentin. Por mendoj që së shpejti do ta realizoj që të kem një zyrë psike dhe shëmbime si atje si dhe këtu. unë të dua të kthehem pak me qënë se ti e përmende që ke dhe një fëmijë. Si është të jesh një grua avokate edhe të jesh një nën, po të jesh edhe një mikesh, a të jesh dhe një antar i një familjes tënde të vjetër të madhe. Si menaxhon ti kohën midis kaq shumë? Është goxha e vështirë, në të thënë të drejtën, por jam munduar të krijoj një ekuilibër, një balans, që t'i kushtoj kohë familjes sime, t'i kushtoj kohë djalit tim që është shumë i vogël tashmë, si të gjërave që më bëjnë të ndihem mirë. Do të kem kohë për veten time, për të qetësuar, kohë për të reflektuar se si kam kaluar gjëra dhe për t'u përgatitur për gjëra më të mëdha. Qeni si shikon ti të ardhmen e juriste në Shqipëri? Unë shikoj një transformim shumë të madh dhe kam shumë besim tek juristët e rinj që me tregun ndërkombëtar, domethënë po krijohen goxha mundësi të mëdha për juristët e rinj. A të shqetëson kjo ikja e trurit? Fakti që shumë të rinj po zgjedhin, pavarësisht nëse diplomohen nëse jo këtu, zgjedhin ta ushtrojnë profesionin në një shtet tjetër, apo ti mendon që do të jetë është një cikël i popullatës apo dhe i të rinjve që duhet të eksperimentojnë sa më shumë për të kuptuar se në fund fare çfarë pëlqejnë? Pikërisht, domethënë, mendoj që është shumë e drejtë për juristët që të studiojnë, të marrin hapa të mëdha për vjetën e tyre, për profesionin, për karrierën e tyre dhe të ketë shumëllëshmëri mendime, shumëllëshmëri Diversifikim të alternativave që ata kanë në treg, pra të kenë mundësi të zgjedhin në fund të ditës. Ne na pëlqen shumë të flasim për dështime, por para se të kaloj te kjo pyetja, sa vite janë Gjeni në treg si biznesmene? 4-5 vite. O bën 5 vite. Po. Në këto 5 vite kam mendimin që ka qenë kohë e mjaftueshme për të përjetuar dështime ose në thonjza mësime të marra. Ka ndonjë që dëshiron ta ndash me ne, ndonjë nga ato që të ka lënë gjurmë ose të ka dhënë një mësim shumë të madh? Po them të drejtën, në fillimet e mia, ka qenë një periudhë që mundesh të përballesha me njerëz të cilët më drejtuan për situata shumë vendimtare për jetën e tyre. Dhe aty kuptova që avokati përveç ligjit që duhet ta interpretoj dhe të mbroj klienti, duhet që ta dëgjoj atë, të shikoj se për çfarë ka vërtet nevojë, domethënë që një klient nuk ka nevojë vetëm që ti ta mbrosh, klienti ka nevojë dhe të dëgjohet, të gjitha. Unë do doja që ti kthehem pak edhe të rinjve të cilët duan të ndjekin të njëjtën rrugë tim si ty. Me sa unë arrit kuptoj, po edhe ne jemi takuar dhe në takimet tona periodike të Entrepreneur Clubit, ti ke fituar një eksperiencë profesionale në treg aty jashtë, pastaj ke marrë vendimin që të krijosh një zyrë tënde, me besimin që e njeh shumë mirë tregun dhe do ofrosh një gjë më mirë akoma se çfarë është ofruar aktualisht në treg, do përmirësosh një shërbim, do përmirësosh një produkt. Për ata të rinj të cilët janë aty jashtë dhe duan të bëjnë një avokate pa aq e mirë se ti, kush është sigurimi jot përpara se të marrin vendimin të bëjnë sipërmarrët? Këshilla ime për juristët e rinj është që të lexojnë shumë dhe mos marrin rrugë të shkurtra për profesionin në karrierën e tyre. Përpara se të kalojmë disa pyetje akoma më të vështira, do të bëj disa pyetje që janë shumë të shkurtra dhe ti do duhet të zgjedhësh një nga alternativat që unë do të vendos në tavolinë. Uroj të mos jenë shumë të vështira. Çfarë do zgjedhte Gjeni midis gjyqit dhe negociatës? Negocim patjetër. Pse negociash? Zgjidhjet me marrëveshje dhe me konflikte. Okej, kodi civil apo penal? Civil është më i afër jetës së përditshme. Një vend ku të pëlqen më shumë të punosh, në zyrë apo në terren? Më pëlqen të dyja, por zyra më pëlqen më tepër për shqetësinë që nuk kam. A ka avokatia punë terrene? Ka, po, patjetër, domethënë më tepër raste penale, raste që bëhet ndikësh, aksidenteve, raste.
libri i fundit që ke lexuar dhe të ka frymëzuar? Atomic Habits është një libër që tregon për zakonet të vogla që të arrijnë sukseset të mëdha. Fjala ose fjalia që përshkruan më mirë profesionin tënd? Është integritet. Pa këtë nuk ka asnjë lloj qëndrueshmërie në karrierën tënde. Ne na pëlqen shumë shpesh të konsiderojmë dhe të analizojmë gjithmonë atë që ne i quajmë piramida e nevojave. Piramida e nevojave është baza që ti ke nevojat e tua të ushqesh, të bësh pushimet, pastaj ngjitesh pak më sipër të bësh edukimin, edhe në majën e saj ti je me gotë verë në dorë duke bërë filozofi. Në 5 apo 10 vjeçarin tënd të ardhshëm, si e shikon ti këtë ngjitje në piramidën e nevojave të Xhenit si sipërmarrëse? Çfarë do jetë Xheni duke bërë 5 vjet të ardhshme? Një biznes komplet të ri, në një industri komplet të re, një grup biznesesh që operon në gjithë Europën apo diçka tjetër? Unë jem këtu në profesionin tim, në karrierën time, zyrën time la kem shumë më tepër të konsoliduar. Unë tashmë e kam atë, kam një ekip goxha të madh në zyrën time. Thjesht një bashkëpunim me partnerin ndërkombëtar që kam filluar që ta kem tashmë. Do përbeson me të punë. Unë do të kthej pak në kohë përpara se të lë nga kjo intervista. Ke përballë Xhenin 18 vjeç, që me shumë gjasa ka shumë pikpyetje se çfarë do bëhet Xheni në të 30-tat e vet apo dhe afër të 40-tave. Edhe ti e njeh shumë mirë veten tënde me dilemat që ke pasur në 18-tet e tua. Çfarë do i thoshe ti Xhenit 18 vjeç? Bravo të qoftë për punën që ke bërë, për pozimin që ke patur, për moslodhjen tënde që nuk e ndalë kur në rrugën tonë që finisa. Ka Xheni një krah të djathtë? Ka Xheni ku shkon, pyet, dhe kush është ky personi që ti sa herë që ke nevojë për këshilla, shkon dhe këshillohesh apo merr vendime? E kam patjetër, është bashkëshorti im. Është një post totalisht tjetër, por që më këshillon për çfarë do vazhdoj në vite me biznesin dhe në profesionin, karrierën time. E fundit fare, mesazhi jot për të rinj që po ndjekin këtë podcast dhe shohin me admirim rrugtimin tonë biznes. Që të mos heqim dorë kurrë nga ëndra tyre dhe të ndjekin profesionin, karrierën që ata duan gjithmonë. Xhen, të falenderoj shumë për podcastin sot. Faleminderit juve që më dëgjoni. Kënaqësia është gjithë e jona. Faleminderit për gjithë rrugtimin që ti ndave me ne me sipërmarrëse të cilët e shohin avokatin ndoshta si profesion, po pak prej tyre e shohin si një mundësi për të bërë biznes. Kështu që ja ku kemi edhe rastin e gjallë të faktit që një avokat mund të arrijë të bëhet edhe një sipërmarrës apo një sipërmarrëse. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët. Bashkë do shihemi javën e ardhshëm në YouTube channel të Blokonomi Albania. Nga unë Blerina, natën e mirë.